Çdo herë e reja, kur vjen, ajo pritet me shumë dyshim. Ka frikë, vjen me një farë frikë, ose pritet me një farë frike. Për shkak se e reja do të na ndryshoj jetën tonë, edhe çdo ndryshim na konservon. Kemi një farë tendencë të ruhemi prej tresë. Duket sikur kuriozitet, po kur është ndërtu për herë të parë stacioni hekurudhor në Prishtinë, njerëzit kanë protestu se e kanë pa edhe kanë paraqitur si një vepër djalli, për shkak se ishte diçka e re. Krahas kësajna, këtu janë kriju edhe shumë forma të ndryshme të vërtetave, edhe ku nuk po mund ta gjejmë një të vërtetë përbashkë ku ne do të ishim pajtu. Për me fol për këtë temë, për me fol për gazetarin, për me fol për këtë që po quhet tani më luftë hibride, ku lufta është ajo lufta e madhe mes rrëfimeve, që thot Harari, ai rrëfim i cili triumfon si mbi rrëfimet e tjera, ai edhe fiton luftën. Kështu që për me fol për këtë temë dhe për me fol pastaj edhe për arsimin, se si ndikon një shkollë e dobët ose një shkollë e mirë për me pa këtë botë ose për me pa realitetin cilin po jetojmë, sot e këtu në prizme kam Alban Zenedin, i cili është profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Alban, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. E bona një hyrje pak gjatë, po... Probleme është i ti. Probleme është i gjatë, i gjërë, besoj. I gjatë, i gjërë, i thellë, po më duket, e ne veshën si përfaqe, po më duket po shkoj. Jo, esencialisht, ideja e ti transformimit digital, nëse shojmë shoqërinë tonë, besoj që na me kuptu një diçka, na kemi kalu shumë faza të transformimit pa i përfundu fare. Shembull, kemi kalu shumë shpejt pe i sklavopροnarisë në socializëm, pa ka pas kur gjë gati ndërmjet as humanizmin, as lëvizje tjera shoqërore që janë kontrollësishme, e kena mri deri te digitalja, pa e përfundu gati. Prej socializmin, demokraci, asnjërin cikël, po. Mesatarisht i bën që fatit librezat kanë qenë. Po. Ideja themelore është një 50 vjeçarësët në Kosovë ka ndrru më shumë sisteme të jetës se sa dy francezë që kanë jetu ka 80 vjet ose 90 vjet bashkë. Edhe kjo i lën pasojat e veta pas një diskutim. Çka shkakton që kjo? Kjo shkakton së pari një problem të madh mungesës së adaptimit të vlerave. Sepse çka ka qenë e vlefshme në një sistem, po monizëm, nuk është më në demokraci. Një vlerë dën kohë për mu ndërtu. Absolutisht dën vlerë, përveç që dën kohë me u ndërtu, dën kohë për me u përjetu dhe për shtat me shoqërinë. E ka që kjo pikpamja na i kena veç për viteve 90-a, nëse i marim, kur kam lindur në vitet 80-a, ka ra komunizmi, kemi pas apartheid shtetëror, apartheid të viteve 90-a, kemi pas luft, mas luftës kemi pas protektorat ndërkombëtar, tani kemi pavarësi. Në 20 vitet e mija... Gjatë kësaj rrugë ka ardhur dhe interneti. Po, gjatë kësaj rrugë ka ardhur dhe interneti edhe ka ardhur një formë shumë dinamike komunikimit, e cila ka gjetë një shoqëri. Prej një shoqërie që nuk ka pas televizor në gjuhë vetën, ose ka qenë televizor i kontrollum prej pushtuesit. Unë ka njerë thëmë kushtimisht për një shoqënie që nuk ka ditë me fol. Në sferën publike? Për sferën publike, nëse flasim po, për një shoqënie që ka pas mungesë të lirisë fjalës, të lirisë shprehjes, na kemi ardhur shumë shpejt në një shoqëni e cila nuk ka asnjë lloj kufizimi në të shprehur. Normalisht që tash këtu, ky ndryshim shumë i shpejt i sistemeve shoqërore, i vlerave shoqërore, ka bërë që njerëzit mos me kanë të aftë me ditë çush me u sjell në ç't botën digjitale. Dikush i reprezenton ato vlerat e komunizmit, dikush do vlerat të viteve tjera, dikush do viteve të vlerave të luftës, dikush të protektoratit, dikush të Jugosllavisë. Nuk ka diçka që pajtohemi një... Konsensusi shoqëror me u ndërtu shoqërinë tonë në ç't ambient për të po folim na është shumë i vështirë. Është shumë i vështirë sepse që të vlera nuk kanë mri me dominu asnjëna tjetrën. A mund të jetë kjo Alban edhe për shkak që s'kemi mujt me ndërtu një sferë publike ku komunikimi normal dhe gjithë përfshirës është i pranishëm? Kjo ka ndodhur veç viteve të fundit. Duke ndodhur veç viteve të fundit, pra
kur ka shpërthy përdorimi i internetit edhe i mediave sociale në Kosovë, që atër kemi pas një sferë publike të pa cenzurume, të pa mentorume, sepse na edhe vitet e pas luftës, kemi pas shembull shtylla 4 dhe Unmikut, ka qenë ajo cila e ka mbikëqyr media, na ka pas raste kur i ka dënuar, i ka mbyll gazeta në Kosovë, për shkak të vlerave që kemi rastin e marsit të 2004-ës. Po, e kemi rastin e marsit të 2004-ës ku këtë fajit të të udhët mediave për nxitjen e trazirave, këtë studimet kalzojnë që pa kujtohet në atë kohë ka qenë udhëheqës një Bob Zhillet. Po, Bob Zhilleti ka qenë udhëheqës i komisionit të përkohshëm për media, kështu shujt Temporary Media Commission, KPM-ja sotme, po që ka qenë në udhëheqjen e OSB-s. E di që ka pas thirrje edhe për me arrestu gazetare, me çu gazetarë në burg vitin 2004 pikërisht për këtyre strukturave ndërkombëtare për cilat po folim. Pra, na nuk e kemi nuk është shumë e mirë qenë kjo liria cilën e kemi sot në media sociale. E tash që kjo në media sociale, në Facebook, TikTok e tjera, është një farë lloj shpërthimi. E koja thot interneti ju ka drejtën budallëve me ful. Kur e pyesin pse mendon kështu, ai thotë që ideja është dëmin që kanë shkaktuar njerëzit me gjuhë të urrëties, me fjalë të këqija në sferë publike, më herët ka qenë e pamundshme me u dal. Domethënë është një sikur zbulimi i rrotës. Secila shpike ka një përparësi në kuptimin e përdorimit për të mirë, qysh ka interneti shembull shpejtësinë e komunikimit, lirinë, mundësin për me qenë anonim e tjera, që nëse përdoren për të mirë janë vlerat mirat një shoqënie, po nëse përdoren për të keq, në rastin e shoqënisë tonë plot herë përdoren për të keq, masë i ka nxitjet gjuhës urrëties në shoqëni, polarizim shoqënor, i cili shpeshherë mund me prodhu edhe konflikte. Na kena pas edhe kërcënime shembull, kemi qorë shembull të vitin 2020, janë 24 njerëz që kanë kërcënu politikan, edhe në Shkumburg, po nëse i këshyrum komentet të gjuhën dhe përmbajtjen e tyne, na i bjen që numri njerëzve që do duhet të trajtoheshin nga organet e drejtësisë për kërcënime do të ishte shumë i madh. A ka bëu që kjo formë e mundësia ku njerëzit me u shpreh lirshëm, pa cenzurë, në për rrjetet sociale, në këtë botën digjitale, a ka bëu që me u mjegullu edhe kjo ideja e lirisë së shprehjes? Jo, në fakt nuk është mjegullu ideja e lirisë së shprehjes, po unë besoj shumë që një pjesë e madhe e këtyre keqpërdoruzve të lirisë së shprehjes në hapësirën publike nuk e kanë qartë që liria e shprehjes vjen bashkë me një lloj përgjegjësie. Pra, nuk është njëjtë sikur me fol në tavolinën e një kafeneje në mahallën ku je rrit, edhe me fol me një koment në Facebook. Komenti në Facebook është... Ku dallon? Dallon se dëmi që shkaktohet në diskutimin në një ambient të mbyllur shoqëror, prej diskutimit publik në Facebook, është dallimi sikur me fol në televizor, ato që po bëjmë na aktualisht, edhe e folmja në familje. Pra, dallon në dëmët që shkakton, nëse është fjalë gjuhë urrëties ose kërcënim, dallon në pasojat që lë të subjekti i cili është objekti i atakut, qoftë në kuptimin e gjuhës urrëties, qoftë në kuptim të formave tjera që rregullta të komunikimit në publik. Edhe gazetaria ka pësu ndryshimet më dha, më thonë. Po. Përpara është identifiku shumë lehtë kush është gazetari, në kuptimin e asaj se televizioni, radio, gazeta e shtypun, kanë qenë ato mediumet kryesore ku ti e ke ditë saktësisht kush është gazetari, lajme që ka dalë, në çfarë filtra ka shku. Tash sikur duket është mjegullu kush është gazetari, ajo vija demarkuese mes atij që komenton ose hedh lajme ose publikon në për Facebook ose në rrjetet sociale, edhe gazetari, a duket sikur ata janë aty? Ngjajshëm, po. Në fakt, interneti ka, edhe në rastin e medias, ka sjellë gjëra të mira, në kuptimin që po zëmë Kosovë ka një pluralitet shumë të madh të mediave falë internetit. Ka më shumë se 400 diçka media që janë bizneset që janë të regjistruar si media
si portale në ARBK, një numër të madh televizioneve, edhe këto janë mundësu falë qësoj teknologjie që e kemi. Pra shumë më mirë në kuptim të pluralitetit mediale dhe të skenës mediale në Kosovë, gjendja se sa po e zonë para 15 vitësh. Mirë po, që ndodhë me impaktin që ka teknologjia përgjësisht në gazetari, në rastin e Kosovës, ndodhë kështu. Që ma herët, po zëmë gazeta ka pas një kufizim fizik. Kufit fizik gazetës që në konë 36 faqe. Edhe nëse ka ndodhë 200 ngjarje mrena ditës, prej tyre redaksia në bazë disa vlerave profesionale është dashur me izgjedh, po zëmë 30, 20, 40 ngjarje me i prezentu si lajme. Pjesën tjetër është dashur me hek, ato që janë konsideru për redaksisë si më pak të rëndësishme. Në radio dhe në televizion kufiri është kohur. Janë edicionet 10 minuta, 15, gjysore, edhe mbrenda qatyre edicioneve, redaksit zgjedhin prej qatyre ngjarjeve që ndodhin në Kosovë, në rajonin e botë, që mujnë me qenë 300-400 ngjarje, cilat janë më të rëndësishme për publikun, bazon vlera që janë afërsia me publikun, dobia, interesantësia e ngjarjes, vlera tjera me të cilën matën lajmet. Interneti i ka thyj qëta dy kufi. I ka thyj hapësirën, për shkak se ti publikon sa dush në internet, nuk ka kufizim. S'ka kufizim as në kohë as në hapësirë. As kohë as në hapësirë, dhe duke mos pas kufizim kohë dhe në hapësirë tani, jo ka jep mundësin edhe kujdo që të prodhoj. Kjo në parim nuk është e keqe, po pastaj, na kemi një numër të njerëzve të cilët duke e imitu punën e gazetarit, tentojnë të fitojnë para përmes qarkullimit online. Edhe kjo fakt keqësisht është kallëzuar suksesshme në Kosovë në rajon, për shkak se ata që i kanë keq përdor këtë punë për cilën po flasim, pra i kanë kriju dëshkallësisit gazetarëve me shkru, po nuk janë gazetarë të vërtet, sepse dallimi që ekziston ende është te misioni që e kanë në shoqëni. Nëse një gazetari gjithmonë e ka mision në raportimin e të vërtetës. Gjatë kësaj pune, ai mund me gabu, qysh mund me gabu se cili njeri. Mirë po, nëse e ka qëllim raportimin e të vërtetës shoqëni, kjo bën dallueshëm prej një influenceri. Kjo bën dallueshëm prej një spindoktori. Kjo bën dallueshëm prej një specialistit PR-it, që synon me ngrit tema në sferën publike. Unë pajtohem që në shoqëri, në kuptim të audiencës është shumë më e vështirë me dallu kush është gazetari, sepse krejt në një farforme e imitojnë punën e gazetarit. Por, ajo se vija dalluese në këtë situatë është qëllimi për cilin punon shoqëni, është raportimi të vërtetës. Nëse ky është qëllimi i gazetar, i personit që po krijon përmbajtjet, ky është gazetari. Nëse qëllimi është përkraja politike ose sulmi politik ndaj dikujt, kjo veç mos të ngatërrohet masnej me një diçka tjetër, që gazetarët kanë drejt me jap mendim, domethënë jo veç raportimin e fakteve, por e bëjnë të qartë që ky është mendim, domethënë opinion, analizë tjera. Po, bëjnë të qartë edhe, do ta bëjnë të qartë edhe që kur është mendim, do ta bëjnë të qartë që është mendimi i tyre edhe që nuk lidhet distancohen prej përmbajtjes informative, prej lajmit me një fjalë. Njëri prej grupeve që atakohet edhe në Kosovë, po flasim tash, të ngushtojmë këtë hapësirën, që atakohet shumë prej rrjeteve sociale, sidomos, në rrjete sociale edhe për politikës dhe politikanëve, janë gazetarë, atakohen me një gjuhë të urrëties, me një gjuhë përbuze, me një gjuhë që i deklason ata edhe se punëtor të X, punëtor të oligarkëve, punëtor të Serbis, punëtor të dëmon, ka buron kjo? Na kemi bërë një matje me kolegët me dhe me disa profesor të universiteteve tjera të rajonit, po unë po flasë specifikisht për Kosovën, ka qenë një projekt i udhëheqëm prej Universitetit të Aristotelit Selanik, na kemi bërë hulumtimin për Kosovën. Bashkë me 3 kolegë tjerë që kemi hulumtu, gjetjet tona janë që gjua urrëties ndaj gazetarëve në mas madhe nxiten nga politikanët, nga grupet radikale fetare pa marrë parasysh cilësi, edhe nga grupe kryesisht majtiste të ideologjisë së majt, paktën këto na kanë thonë gazetarët, të cilët kanë, domethënë,
mos pajtim ideologjik me mënyrën që operon media përgjithsisht, jo specifikisht me ndaj gazetar. Po megjithatë, generatori më i madh i gjuhës së urrejtjes Kosovë është politika. Ndaj gjitha kategorive shoqërore, specifikisht ndaj gazetarëve. Jo mundu me shpjegu në disa raste, po munduna edhe këtu me shpjegu pse ndodh kjo. Kjo është e kontrolla narratives, ato që përmenden Harari në fillim. Ideja është partia në pushtet këtu 4 vitet e fundit, lëvizja vetëvendosje që ka qenë qeveri, besoj që ka konsideru luftën me partit politike të kryme. Edhe të vetmit që i kanë pas një farë kredibilitetin në sferë publike me atë diskutu narrativen e madhe, rrëfimin e madhe për ato se çka po ndodh në Kosovë, kanë qenë mediat edhe sistemi i drejtësisë. Masakt prokuroria për shkak të dyshimeve. Që dhe me thonë, kur ti këshyr me përmbys komplet, një rend dhe pse është të dashtë kjo, pse i duhet kjo një politike. Tash, politikanët për natyra kanë qëllim fituarën e narrativës tëne. Në këto 4 vitet e fundit, përmes kryerjes funksionit vetë, raportimit vërtetës mediat, e kam prish që të rrëfimin e madh qeveritar. Edhe prokuroria për shkak të hetimeve e ka prish pak qatë rrëfimin që këta janë njerëz pa korruptuar me gjona të tilla. Ndoshta edhe janë se do të mi prit procese gjyqësore, nuk e dina, po esencialisht hetime ka ndaj tyre. E veç kjo fakti që ka hetime ndaj një politik ose grupit politikanëve, një partije politike që më herët nuk o menu që janë të lidhën me korrupsionin, e prish që të narrativen e madhe politike që ka ndërtu lëvizjeve në osje me vite. Tash, për këtë arsye unë besoj që kanë qenë targetet kryesore të sulmit me gjuhë të urrejtjes ndaj medjave, edhe jo veç me gjuhë të urrejtjes. Na kemi pasur veprime konkrete, njëta qeveri ka tentu me mbyll televizione, njëta qeveri ka qenë një ligj për Komisionin Pavarur për Media, e ka miratu në kuvend, e cile shumë problematik në plot pikpamje të pavarësisë regulatorit edhe në lirisë medias përgjithsisht. Kur je në opozit, edhe ti atakosh mediat, pushteti nuk është aty, nuk e ki mekanizmin shtetëror nuk e ki me vetë. Kur je kryeminist, për pozicionit të kryeministit, ta atakosh një gazetar ose një media, kjo është fuqi shumë e madhe kur ta atakon. Po, pajtohen. Është një qeveri, është shteti mbrapa. është një ketë mekanizmi shtetëror realisht. Nëse e shohim kështu, janë 4 pushtetet e famshme, 4 media, legislative, ekzekutive dhe gjyqësore, e 4 si mbikëqyrë si këtyne 2-3 jave pra media, pse është target media në këtë situatë nga ana ekzekutivit, është e frikshme, mas pari me mendu që një shtyllë shoqërore, qeveria, ose këtë mekanizmi shtetëror që përfshin policie e gjitha të tjerat, hudhet në sulm ndaj medias, e që është më rëndësishme, këto e bën më pari publikisht me tendencë delegjtimimit, e pastaj nështë ta mund vinë hapat të tjerë të organeve tjera, dhe i tash nuk kemi pas shumë hapat të tillë konkret. Kjo më bën me besu mu që është pikrisht ideja e luftimit të narrativës, ma herët qeverit e kalume janë mundu për mes formave të ndryshme, mos me qenë shpesh teme mediave, mos me mjushmong dyqysh kritikës, rol në i herë janë balafaqu, ndërsa në këtë qeveri kemi pas një ndrym total strategjisë, që u kënë një luft frontale, me median me idenë që na përmes media sociale, përmes postime në Facebook, na fitojmë narrativën kryesore. E në qëtë pikpamje e shë edhe ato se qka ka bo qeveria kalume, në qeveria që me thonë aktuale, që me thonë se ta shemi në mes 2 proceseve. Militanti është adhurus edhe nuk merë mundin me shti në hing ose në sitat të analizës e punës ati që e adhuran. E vërtet. Kur e shaj që politikoni që e adhuran sulmon, targeton dikon, piketon dikon, ai militanti është aty për me u hedhë në sulm.
Ka raste që she përmene ti që njerëzit kanë përfundu në burg të kërcënu në përmes rrjeteve sociale. Tash me dalë në këtë temë, po me dalë pe i kësaj. Çka ndodhë kjo në shoqërinë të zamë, kuse na plus jemi edhe një veni shumë i vogël, ku njihemi gjithë secili me secilin. Çka ndodhë në një shoqëni kur ka kësi averzioni ndaj njëri tjetrit. E vërtet. Na fatkeqësisht kemi pas shembull fushatën e fundit, raste kur militant që ju i përmendët partisë politike në pushtet, duke njekë që të narrativën që gazetarët në Serbisë, që filan gazetarja ose filan mediumi është i Serbisë, i kanë sulmu verbalisht gazetarët në aktivitetet që i kanë organizu vetë. Kjo, do më thonë, mas pare, kur ti mysafiri një organizate ose një shpije, nëse themi kështu, nuk ka qenë kur adet të na me u sulmu. Do më thonë, kur e shku të dikush, shpit vetë njeri, s'ka sulmu, sepse ka konsideru një gjatë një. Kjo kalëzën dhe i kumën me shku verbria be militantëve politik nëse narrativa përqarëse polarizuse shëshnure mbohet si agent kryesore politike. Na e kemi po këtu zgjedhje që kjo ka qenë tendenca kryesore të paktën e partisë vetëvendosje, që me e përqa sa ma shumë, sepse duke përqa kanë konsideru që mujnë me marrë ma shumë vota. Krejt kjo besoj që ka qenë ideja ose strategjia fushatës, një që shtu partit tjera politike kanë mendu që duke mos e përdor këta, duke mos e përdor përqarjen shoqënore, kanë me marrë ma shumë vota. Problemi është pasojat që i lenë kjo gjuhë në shoqëni, që ata gazetarë që janë fyje, janë kërcënu nga ana militantëve, normalisht që s'janë një rahat, që ai militant do të vazhdoj ta ketë një farë informacionit pa filtrum për median edhe do të mendoj në mënyrë jo të drejtë, jo të bazuar në fakte në raport me zhvillimet që ndodhin në shoqëni. Edhe rrjedhimisht politikanë përgjithsisht tani do t'i mojmë më pak përgjegjës për punën që e bojnë në qeveri ose në institucione publike përgjithsisht. E kjo është dëmi kryesor dhe më i madh që i bëhet shoqënisë tonë na terma afat gjatë shfjala. Tash po hym këtë pjesën ku përveç kësaj që ka folëm problemeve, mund t'i ndërlidhim. Po ta shtohet edhe një problem tjetër, do më thonë, ku është dezinformimi që në terma të ri po quhet lufta hibride. Kemi dëgju, kryeministri aktual zoti Kurti duke e përdor, unë besoj që luftë hibride ndaj Kosovës ka, por nuk e bojnë mediat e Kosovës. Lufta hibride si koncept për me shpjegu. E ka përdor kryeministri me vend? Jo, e ka keq përdor. E ka keq përdor për qëllimin e vetë politik, me i kallëzu militantit, besuesit të tij, që këto mediat që më kritikojnë mu, pra me delegjtimu kritikën e media se ka përdor, mujnë me kanë pjesë e luftës hibride, sepse ma herët e pat nxjerr idenë që disa media në Serbisë, mas nej, kur ti thu që lufta hibride po zhvillohet për Serbisë dhe mediave, te militanti ka kuptim kjo. Esencialisht kjo lidhje nuk ekziston. Pra nuk ekziston një lidhje e tillë në mes luftës hibride dhe mediave në Kosovë. Media në Kosovë e kryen funksionin vetë shoqëror, unë besoj ndoshta mas miri në Ballkan. Mirë po, a ka luftë hibride që bën Serbia në Kosovë? Po. Mas pare termi luftë hibride i referohet kur territori ose vendi tjetër synon me ndryshu gjendjen në një vend tjetër. Edhe s'ka kuptim me përdor për luftë të brendshme politike termin luftë hibride, sepse nuk është kështu. Edhe vetë fakti kur përdoret, kur etiketohet dikush, ose një media, ose gazetar, ose kush do të qoftë, si luftë hibride, a vjen asocimi se kjo asocion direkt me Rusinë, si burimi i saj? Në fakt, në rastin e Kosovës ma shumë me Serbinë. Jo, po du me thonë pasaj dhe me Serbinë, po vetë u shkën qanej. Si term është përgjithsisht i lidhur me lindjen, pajtuhem, me Rusinë, po jo veç me këto vende, edhe me shpesh me Iranin. Po sidomos me Putinin kjo ka marrë hovë. Po, kjo ka marrë hovë si term është përdorur ma shumë prej 2014 se kënej kur ka fillu aneksimi i Krimeës në fillim nga ana Putinit edhe mas nej këtyne rajoneve tjera në Ukrainë kur filloi ofanziva në Çka është lufta hibride? Në pikpamje, në
tipike. Lufta hibride është kur një shtet tenton me ndërhy një shtet tjetër, jo vetëm përmes trupave konvencional, po edhe përmes sistemit ose i ekosistemit informativ, duke synu me që orientu një shoqëni, me besu në do vlerat cilat nuk besën, ose nuk janë të vlefshme për të. Nga që kjo pikpamje, dhe më thonë, Serbia bën luftë hibride në Kosovë dhe e ka një target, i ka serbët lokal në Kosovë, target me idin kryesore mos milon me i inkuadru në institucionet e Kosovës, sepse nëse inkuadrohen, e humbë ndikimin me ta dhe rrjedhimisht humbë ndikimin përgjithsisht në Ballkan Serbia nëse e bën një gjë të tillë. Unë pajtohem që Serbia bën luftë hibride dhe ka mediat e tyre dhe narrativen e tyre që zhvillon për... A ka raste kur mediat në Kosovë ose politika në Kosovë ka ra prej e këtyne kësaj forme? Ka raste, ama nuk bëj me përfundim të mirëfillt në këtë çështje pa bën një lidhjen me saj. Ato që po shohim këtu është një raport që është shkruar me iniciativën e hibrid.info, organizatës verifikimit të fakteve në Kosovë, që është antore në AFC-n. Këtu kam punu bashkë me Festim Rizonaj, një kolektimin, që ajo është po ne hullumtu si regullt në hibrid, po që ka qenë studenti unë është i afert me departamentit, të në ku unë punaj. Këtu puna që kemi bo është me i krasu narrativa që i ka Putini për Ukrajinën, me ato që i ka Serbia për Kosovën. Dhe kemi gjithë qatë shumë gjashmëri, so është të qëditshme. Shpesher nuk dihet bile cila prej cilës marin, ose vjedhin. Po zomë, veç elementet vogla krahasuse, Putini e qunë qeverinë e Zelenskit në vazhdimësi si qeveri naziste. Gjatë kohës krizës së veriut, kër u zgjodhen kryetarët shqiptarë veri, makina propaganduse Vučićit, zyrtarët e Vučićit, e qeverisë Serbisë, e kanë qujt Albin Kurtin edhe kryetarët lokal të komunave me terma nazist, duke ju referu, nuk më kujtojt ashtë terme saksisht Gjerman, i cili thot, nëse gjenë shpjegimin, është udhëheqës lokal nazist i dikujt, duke ju referu Lulzim Hetimit, i cili lidhje s'kohas me ideologi naziste, nëse e këshyrum kështu. Tash, kjo ka bo që me po që, do më thënë këtu kopjojnë për njëna tjetërës, masnej e kemi plot narrativa tjera. Këtu që sa pash është edhe narrativa që Putini e bën në raport me ndërhyrjen e NATO-s, ndërhyrjen në Ukrainë. Po themi kërthiza problemit edhe e dallimit mes narrativave. Megjithatë dallimi u vrek edhe aty në punim se dallimi është që ne kemi qenë të pushtuar në apartheid kurse Ukraina se ka pushtuar Rusin. Absolutisht, kjo është çështja kryesore. Këtu në fakt janë disa narrativa që i kemi bu verifikim fakteve, atë qëndrojnë si narrativa. Normalisht një narrativ bëhet të rreme, kur aja nuk është bazume në fakte. Qysh me dallu këto? Qysh me dallu? Është sfide vërtet. Se është qatë që më bështjelun mirë, është sfide vërtet me dallu, po janë do rrëfime të mdoja cilat i zhvillojnë shoqënit, që unë e besoj që hala në rastin e Kosovës narrativat janë deri diku okej. Në kuptimin që shambull në tonë e dim që ndërhyrja e NATO-s në Kosovë në 89 ka qenë për arsye humanitare, për shmange një ose ndërprerje një gjenocidi që ka qenë duke u zhvillu në Kosovë, ndërsa në Serbi një gjë e tillë shihet si agresion. Na këtë dim që agresionin e vërtet në Kosovë ka zhvillu Miloševići edhe forcat e tij vitin 1999. Na krejt e dim kjo... Po, krejt e dim kuptimin që si narrativ është hala e qëndrueshme. Po. Për që ta e kam idenë. Ama nëse i këshyrëm dezinformatat e përditshme, që shmujna me identifiku, nështë ta këtu muj me japë disa konkluzione që mujnë me ndimu edhe publikut, po njëjtën kohë mujnë me ndimu edhe neve në diskutim që ka du të me bo shoqënia për me e përmirësu këtë gjendje. Kjo si do mësë është e rëndësishme. Po, në këtë pikpamje, nëse e shohim shkollën tonë publike, çka ofron në mësim për median, edhe çfarë shkasi zhvillon të fëmijët për me mujt me detektu fëmijët një otrit, një narrativ të rreme, një dezinformat, një përgjithsisht elementet ndryshme të çrregullimit informativ, e shohim që mësimet që ofrohen për media janë të i kalume, nuk janë të përshtatshme për ambientin medial në cilin sot të rritë jetojnë. Të rritë tunë kanë predispozita përdorimit shumë të madh të media sociale,
matjet të regojnë që 6 fish ma shumë bashkim, se sa mesatarja e Bashkimit Evropian përdoren në Kosovë. Edhe kjo, ama kjo është matje 2018-ës, që mendoj si tendencë ka ndryshu shumë ma shumë edhe është bo shumë ma shumë tash. Për faktin se atër kur është bo matja 4 orë për afërsisht ka qenë kua në ditët që i kanë kalu trit në media sociale, e unë besoj që tash është dëfishume, sidomos me TikTok-ën. Shkolla jo nuk i ofron informacionet edhe shkasit e nevojshme për fëmijët tonë që me ditë qysh mu përball me qëtë pajisje të re, me qëtë teknologji të re, me qëtë nivel të ri të komunikimit. Jo veç nga pikpamja e dezinformimit, po edhe nga pikpamja e bullizmit, nga pikpamja e plot fenomeneve tjera negative që ndodhin me përdorim të internetit. Tash, ideja është çka duhet me bosh, mëse që është urgjente, nëse edhe tash me që jemi në pritjet qeverisë të re, më dhe që kush do që është ministri i ri arsimit, që dën të mirën të rive të këtij vendi, e bën një ndryshim. Lëndën e edukimit për media e bën nga lëndë zgjedhore në lëndë obligative për krejt ciklet para universitare. Sepse aty, përmes kësaj lënde, të ri tunë do t'i fitonin shkallësit me gjyku për mbajtjen që e lexojnë. Me qenë kritik. Po, me gjyku së pare, është informacion, është opinion, është fakt, është opinion. E dyta, me ditë raporti i tij me çat informacion çfarë do të më qenë dhe si është, si duhet të ndërtohet. E krejt këtu informacionet tjera dhe shkallësi tjera që do duhet zhvilloheshin përmes një lëndë të edukimit për media. Kur një politikan i fuqishëm e thot një frazë për ndjeksin është fakt. Gjë që ajo mund të jetë vetëm një opinioni atij politikani. Po, bile edhe kjo është shumë e vështirë pastaj me luftu dhe me demantu taj grup. Edhe ky grup është shumë i madh, të gjitha partitë, të gjitha komunitetet, se kjo e përmendet dezinformatat përdorin, pra ideja kryesore është ata përdorin gjysmë të vërteta kur i ndërtojnë dezinformatat. Pra, përdorin një pjesë të vërtetës, një gjysmë fakti dikun, edhe i shtojnë masnej shumë opinione duke ndërtuar rrëfimin e tyre. Kjo është shumë vështirë e dallueshme, pajtohem sidomos nga ana e përkrahësve të partive politike. Po një teknik shkallësi shumë e thjeshtë është nëse e gjen një tekst cilën ti ke lexuar, ose një përmbajtje që është e thu, bash ashtu është, bash atëherë duhet më nalë me menu mos për limej, mrena krejt që asaj narratives. Ka teori që shpjegoj këto, që njerëzit në fakt nuk i shohin mediat më informu, po i shohin më vërtetu bindjet e tyre të dikush tjetër. Edhe këto studime kanë gjetë për një vend në Evropë qendrore kryesisht, në vendet post-komuniste, gjithë se është një ju një... Post-komuniste, post-vërtetës, shumësi të vlerave, shumësi të mendimeve, botkuptimeve. Në një shkollë, testet në PISA, rangimet, shkolla që bëhet, tekstet shkollore, mënyra që mësohet, edukimi, mësust, profesor, arsimtar, dhe më thonë shkollimi tyne, edukimi tyne, kultura tyne, këtu në mos të madhe qalojnë, kam probleme. Qysh me shpëtu për i kësaj pastaj? Për shok këtu, këtë fotografin që ke vendosur, mendoj që kjo është ndoshta vendi ku do duhet ndërhyej më së shumti, janë dy elemente, fakulteti i edukimit, i cili me vite ka përmirësu performancën e vetë, edhe mendoj që sot është shumë ma mirë se sa para 10 viteve, 15 viteve, por problemet që ndërën pasojat e mungesës një fakultetit mirë të edukimit që nga fillimi, kam bon që nësët me pas mësus në përshkollat cilët nuk i kanë këtë shkasit që rëjtë. Për shikus të fakulteti edukimit, për ata që nuk e din, fakulteti edukimit kushtimisht themi, është një lloj fabrike ku... Po, thojza prodhohen mësimdhënësit e ri. Mësimdhënësit e ri, Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Prishtinës. Po, sot unë besoj që është gjendje këtë tjetër në Fakultet të Edukimit, në që është shumë ma mirë, që ka përmirësimi është i dukshëm, i madh dhe i mirë për shoqërinë tonë, por një element tjetër, një pjesë e zinxhirit tjetër ku çalon kjo çështja
mësimdhënësve është edhe te rekrutimi I tyre. Në kuptim që drejtoritë komunale të arsimit zgjedhin vetë me çfarë kritere po dojmë I pranu në punë mësimdhënësit. Edhe na I kemi 38 komuna, besoj që janë ma shumë se 60-70 kritere ose mënyra që I kanë përzgjedh deri tash, ku ka dominu politika, ka dominu familjarizmi, sidomos në vende të vogla. Ideja është aty të vendosen disa rregulla, pra edhe te rekrutimi, të shembull të mos jetë I barabartë dikush që ka notën 6 me dikon që ka notën 9. Pse mos me konë që ke rregull njësoj, si për Prishtinë, si për një fshat ku do të Kosovës, pse mos me konë për pranimin e mësimdhënësit. Kjo duhet, unë besoj që kjo është njëna prej ndryshimeve që duhet më bë në kuptimin e rekrutimit stafit të ri në shkolla, duhet më vendos kritere shumë më të mira, shumë më të larta. Edhe cilat kishin me ndiku që ata mësimdhënës që hyjnë edhe mbesin për 40 vite në sistem të arsimit me qenë të dëshmuar që në fillim. Mos me qenë I barabartë ai që është me 6 edhe ai që është me 9 ose me 10. Edhe ata me u fut her pas here në një farë lloj rishikimi të punës. Para rishikimit unë mendoj që shteti ju ka bërë mësimdhënësve me ju jap trajnime të mirëfillta. Kur po folim trajnime, mësimdhënësit, sidomos shkollimit para universitar, janë lodhur të shkunë për trajnime të ndryshme, besoj që s'ka ndaj kategori në Kosovë që kanë shku ma shumë trajnime se sa këta mësimdhënës. Por gjithmonë duhet me pyet kualitetin e trajnimeve të cilat kanë shku këta mësimdhënës, edhe motivet për çka kanë shku. Motivet janë kryesisht lidhur me politik bërjen, pra me vendimarrjet politike që I kanë marrë Ministritë e Arsimit. E kanë ndru kurrikulën, në dashmi që unë trajnim për kurrikulën. Është dashmi bo shpejt, kur I bo shpejt nuk I bo mirë, edhe na kena sot një kategori të mësimdhënësve të cilët nuk I kanë kompetencat të nevojshme. Qysh tash ma përpara se me I qitë prej sistemit, unë e mendoj që na duhet me ofru mundësinë që atyre që me shfrytzu përvojën, gjithmonë edhe kjo në dobi të shtetit, me shfrytzu përvojën që kanë kriju në mësimdhënie, që përmes trajnimeve të mirëfillta, me ju jap shkallësitë e reja me digjeru lanë që I kanë në shkollim para universitarësh fjala. Tani të çështja tjetër që është me rëndësi të kjo e nivelit universitar të shkenca, zhvillimi shkencor përgjithsisht, unë mendoj që ka një shkputje shoqënia jonë në mes të bërit shkencë edhe zbatimit të qasaj shkence në shoqëni. Përmes rregulloreve, formave të ndryshme, Universiteti I Prishtinës, po edhe universitetet tjera publike në Kosovë, e ma vonë edhe kolegjet private për shkak të imponimit të agjensisë, e kanë bërë që secilën punim që ti e bën është I vlefshëm shkencërisht veç nëse botohet jashtë Kosovës. Kur boton jashtë Kosovës për shkenca shoqërore, gjithmonë matet korpusi çka ke hulumtu. Unë I hulumtoj mediat në Kosovë, po dikush që I hulumton ndoshta me të njëjtat kapacitete, me të njëjtin interpretim, po I bën në Gjermani ose në Britani të madhe, unë nuk jam konkurrent me të. Sepse unë e kam hulumtu shembull Expressin, ai BBC-n. Dhe ka shumë dallim për një revistë, cilën pjesë të shkencave shoqërore. E çka kemi bëna është ekstraktin e dijes që ty në profesoratit ose qasaj elitës universitare po e dërgojmë jashtë në revistat ndërkombëtare të huaja, të cilat ti përdushme për shtat në bazë nevojës së tyre, vend me pas një strategji tjetër. Edhe ajo këtu po kërkohet brenda si një formalitet. Po, jo si një përmbajtje. Jo si përmbajtje, sepse komisionet e recenzues që vendosin për me avancu njerëzit nuk kanë obligim I lexu bile punimet, veç kanë obligim me këshyra ashtë në qatë platformë, asë qatë platformë. Tash, ideja është që kjo e krijon masnej një garë kush po bëton ma shumë, nështë artificialisht I ndihmon Universitetit e Kosovës me u rangu ma mirë në rangimet ndërkombëtare, por nëse e këshyru ma akryjnë funksionin e vërtet që ka shkenca shoqëni, që është përmirësimi një situatë shoqënore fushë caktuar, një punim e ekonomisë do duhet I ndihmonte ekonomisë Kosovës, një punim në fushën medias do ndihmonte me sqaru një problem në fushën medias të rasti Kosovës. E këtë funksion s'pe kryjnë masej. Pra për kemi një farloj shkputje të universitetit me industrinë, me shoqërinë përgjithsisht, po mesim një farloj oaze ku I ka tregojmë njëri tjetrit sa të mëshëm jemi me këtu punime kushtimisht po jo diçka
tjetër. Duke qenë vend i vogël, shumë çka në jetën tonë edhe në këtë vendin tonë, këtë shoqërinë tonë para përcakton politika. Edhe arsimin madje. Fatkeqësisht. A drejtët arsimin në Kosovë? Unë mendoj që drejtët, por është investim që... Dikush ka ardhur në këtë pikën pesimiste ku thotë që ka shku kjo. Po, nuk ka mundësi me u përmirësu. Unë besoj që rregullohet edhe mund me u ndreq një afat pak ma gjatë, pak ma shumë se sa që intereson një politikoni. Një politikoni besoj që ciklet zgjedhore interesojnë, edhe brenda këtyre cikleve zgjedhore ai do me pas rezultat, do mos me u prish me kategori të caktuara shoqërore, që shëm mësimdhënësit po zëm që 20-30.000 vjet, që nga shumë vota. Edhe për çet arsye tani kena politikanë që nuk kanë ndërmarrë reformat mirëfillta. Edhe ato që ai kanë marrë si reforma, janë qenë reformat këqija, në kuptimin që mas pari na kemi pas një jo konsistencë vendimare. Unë e kam kryu mas luftës shkollimin fillor edhe kam pas me 8 vjetë. 2 vjetë mas me u bu me 9 vjetë shkollimi fillor. Mas ne është bu me klasën e 12, tani me 13, tani apet e kam këthy 12 shkollimin e mesën. Pro nuk ka një lloj konsistence në vendimare, një farloj strategji ku përdojna me mbrej. Se cila politik që do të ndërhynte, se cili politikan që do të ndërhynte në këtë sistem, unë mendoj që nuk do duhet bante asnjë ndryshim pa një analist mirëfillt, e cila kish mujt me i kallëzu pasojat e çatij intervenimi, sepse njëjtë ndoshta me qëllim të mirë, mund është me bo një ndërhyrje, po në sistemin tonë e kemi në qatë si gjendje, sa që me bo me ndërhy, edhe nëse qëllimi është një mirë, por rreziku është me dalë i keq rezultati për shkak të ndryshimeve të shpeshta që janë bërë. Një mësimdhënësi ju ka dashur me kalu nëpër këtë këto ndryshime, shembull nëse është 20 vite në sistem të arsimit, nëse 30 vite, edhe në fund ai akoma nuk e ka të qartë me cilën sistem ka me vazhdu punën e vet, sistem para universitar. Folëm diskutuam për 3 kategori: politikani, gazetari, mësimdhënësi. Janë 3 figura në shoqëni që kanë në rol impakt shumë të madh në shoqëni. Çush i vlerësoni këto 3-ja, domethënë, shoqëninë e Kosovës aktualisht. Çto 3 figura, domethënë çto 3 kategori, domethënë politikani, gazetari, ku janë sipas jush, domethënë. Nëse do të jetë një vlerësim në kuptimin Okej, po folim pra për shoqëninë e Kosovës aktualisht. Si janë këto profesione këtu? Jo, këtu nëse mundim diçka të dhënë se Okej, jo, besoj që globalisht i kryna krejt. Po, kryna krejt globalisht po. Jo, mendova në kuptimin si është gjendjen e këtyre profesioneve në shoqërinë tonë aktualisht. Kjo ishte ideja, domethënë. Në rastin e politikanëve, përkundër që kanë ndodhur ndryshime, ka ndodhur diçka po themi do përmirësime, do lëvizje politike, do ndryshime politike përgjithsisht, figura e politikanit hala ka mbet si shpjegimi asaj që njihet si arti i sëmundshmes, që përkthyer është një farë lloj gënjeshtre e bukur për publikun. Unë besoj që politikani duhet me qenë shërbëtor i publikës. Unë besoj që problemi më i madh në fakt është mes politikanëve që nuk dihet a janë politikan, a janë biznismen, a janë profesor. Këtë kategori kena pas këtë gjatë gatë në shoqëninë tonë. Unë e di që gjatë karrierës një individ mund me qenë një kohë mësimdhënës, mund me qenë një kohë politikan, mund me qenë një kohë tjetër një profesion. Jo gjitha njëkohësisht. Po, ama s'ka kuptim vlerat e shtynë 3 profesioneve me jetu brenda një njeri për të njëjtën kohë. Së është e pamundshme. Nëse biznesmeni ka për qëllim fitimin financiar, mësimdhënësi ka dijen, politikani ka artin e sëmundshmes, çush jetojnë brenda një njeriu, unë këto nuk e kuptoj. Nëse tash të i shohim këto 3 profesione që i përmendëm, unë mendoj që nëse folim për ka vlerat në shoqëni, edhe dobia shoqërore që kanë sjell, gazetarët dhe mësimdhënësit janë të barabartë, ndërkohë që politikanët janë barabartë me vetin në dëmin që i kanë sjell për shoqëni. Alban, faleminderit shumë, është temë shumë e gjallë, është temë që në mu po më duket që jemi të mësu me të.
është një farloj shkollë që pe bajmë, që qysh pe jetojmë praktikisht edhe po marrim pastaj edhe vendime dhe qëndrime. Faleminderit shumë që ishim prizma. Faleminderit për ftesën drejtan, gjithmonë kënaqësi me fol për këtë tema. Po mbyllim me një intervistë që kam pas për studim tem doktoraturës, Leonard Kërçukun, redaktorin e T7 që atëherë Gazetës Ekspres. Unë kam intervistu për Gazetën Ekspres, i kam thonë pse keni vendosur me kalu prej gazetës fizike në gazetë online, njëna prej pyetjeve. Edhe a keni ditë me Eugjin aty. Shpjegimi i tij ka qenë fantastik, ka thonë unë kam kjo online ka qenë si një veturë e re për neve. E kena ditë qysh me nis, shpesh herë s'kena ditë komunal, nuk i kena ditë rregullat, po megjithatë ka ardhur një kohë ku jemi stabilizuar në vozitje, në thojza, ose në këto. Kështu që besoj që edhe shoqënia jonë do të vijë një kohë kur do të stabilizohet me çet mjedis digital në cilin jetojmë, me sfidat e reja që po përballen, që është inteligjencë artificiale, forma të tjera të komunikimit që janë shumë të panjohura deri tani. Megjithatë, gjithmonë kënaqësi me fol për këtë temë, që thashë edhe një herë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit.